Me vjedh, a bën me vjedh? Ha? A bën? A vjedh muslimani? A qon dorën hajni muslimani? Veç që s'mundet veç. Allah i na ruaj. Wallahi të parët tona 160 miliard Gaddafi si kam njaftu. Si kanë bëf, ama a i bën fajde? A i bën fajde Gaddafit? Ose ati qetrit këjshi, ose këti qetrit këjshi. Wallahi vjedhja, ka thonë Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam, men ava dalleten fëhuve dallun, aj që e merë e strehon e shtin gjep nisan të humbur, ajo i humbur. Ka thonë lanë Allahu sarik, Allahi e malkoft hajnin, e vjedh një kokërve, e i këputët dora. Edhe ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, alel jed, borç dora shka ka, hatta tu et dhja, deri ta hek borgjin që ka vjedh, borgja ka që mu hek ka i borgji pi dorës se vjedhër. Mos gaboni me prek, ama të babës tantjen, as babës dorën gjep kur, as vlajt kur, hiq, as nënës kur. Edhe marin men që po ju thamë, edhe në shpijat juja, kretë, se unë s'ku martë mu talë, as me hup kohë, edhe në shpijat juja shka kinin. S'ka nevoj baba dhe nona prej e vladit me vu qelca në shpip. Qka pëduan drynat dhe qelcat? Baba dhe nona pëtutët prej e vladita? Për qka qelci? Qelci vihet ku ko hajna. A këtu të në Kosovë, vallahi hajni e madha është. Qësaj që po i thëjnë politika korrupcion. Ajo hajdutni, hajni. Kur nuk shkojmë për para me hajni. Edhe moti thëshin pleq, të i kini një fjallën kretet, që ashtu i kimi një në kret. Kur e huja e jotja zbahat? A sot rinia jonë me keqardhje, në gjami po vjen. Vitin që kaloi, 18 gjamiat Prizrenit i kanë vjedhë. 18 gjamiat e i kanë thyri dhe i kanë vjedhë. Në shka me vjedhë? Mikrofonin më ka marrë. S'kishka vjedhë ishte, këtu pare s'ka. Mësë për duhet shkallët me majtë hytëbë në shpitande. Vidhi shkallët, ma hytëbë në shpitande. 18 gjamiat i kanë vjedhë në Prizren. Dhe janë zonë hajnët, elhamdulillah. Që marrë ishtë sendin e hujti? Që shështë ishtë dorën ti në gjep të huj? Jarab, Allah i në pështoft, jarab. Ose parët e huja. Ka shku një plak me marrë pensionin atjetë na. Pensionin. 80 euro ka paski. Një djaliri ka thonë, hami gjo, a ja u dhanë shtesën që ju ka dhonë qeveria? Kësë për di plaki, qëfar bebir? Po sa të dhanë, sa 80? Jo o rritë 160, kuj ki litrat? A i me gjithë paret, që? Hecë mas me jenë shalter. A i plaki to hes dhe shalteri, hinë që të ndërënt, a i plaki së për di shërë s'ka pas, a i të e banë palë të shalteri që aty, kjo vetë delë për jashtë, a këti avodhë dhe që ato 80 euro. A kamja po hajrina? Aja shë hajrin hajniz dikusha. Me hinë vnesh të huj një kokër rusha, banë me hongër. Ha? Në relacion të e mungi banë. Ja, statë për Allah. Ja. As një kokër zbanë, hiq. Se harami, shejtani haramin e zvoglon, thot, merë hala, a jengi po, merë edhe një shport qoja të shpia, një asi gajbe. Harami që shtu shkonë. Parët tonë, o muslimane vllaznit e mi, ju thëjnë arab që selefës salih, të parët tonë të këti umetit, kur s'kan hecë punët mirë, janë konsultuen me zveti, shka problemi? Problemi është, kanë thonë, ushqimin me bon halal. Po su bon ushqimi halal, punët janë bërlak pusë. Ushqimin halal me këshira pe hajmë. A pe hajmë që shka thonë Allahu Gjelle Gjelalu.